Gjuetia e skrapit ka prekur edhe autostradën Thuman-Laç, të ndërtuar vetëm pak vite më parë. Në të gjithë gjatësinë e rrugës po vjetre se trafik ndarëset po hiqen dhe me shumë mundësi shiten për skrap. Fenomeni vjetre në të gjithë gjatësinë e rrugës, ndërsa dëmi material është kolosal. Pjesa dërmuese e dëmtimeve dhe grapitjes së trafik ndarësve shënohet në aksin Fush Mamoras Bushnesh. Fenomeni është i njohur edhe për strukturat e policisë lokale, por këta të fundit nuk kanë arritur ende të identifikojnë asnjë autor dhe ta vënë atë para drejtësisë. Nga ana tjetër, as drejtoria e rrugëve nuk ka marrë asnjë masë për zëvendësimin e pjesëve të rrëmbyera nga trafik ndarëset. Ndërkaq fenomeni i grabitjes së tyre vijon dhe me këtë ritëm duket se nuk do të jetë e largët dita që gjithë gjatësia e rrugës do të mbetet pa trafik ndarëse.